إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikur në fe. Ka se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja keni frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert. Edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kemi frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është lynë të keqen. Kur e ka krijuar Allahu Azza wa Jall Ademin, Allahu Azza wa Jall ja mësoi babës së njerëzimit emrat e gjësendeve që me ato njohuri dhe dituri e ndërojnë ndaj gjitha krijesave tjera dhe i detyrojnë me laçet duke i urdhëruar që t'i bëjnë sejdë atij. Nga se Allahu Azza wa Jall njeriu në këtë botë e ngrit me detyri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Azza wa Jall i ngrit ata që kanë besuar prej jush, mirë po i ngrit ata të cilët domethënë ju ka dhënë detyri në shkallë të larta. Nuk ka deturi apo baza deturisë për njeriu është që me besuar në Allahun Azza wa Jall, me pas njohuri për të, për emrat dhe cilësitë e tina, për dispozitat dhe thjesht çdo gjë që ka të bëjë me Allahun Azza wa Jall. Nga se me këtë dituri janë dërguar pejgamberët, kanë zbritur librat, mirë po edhe shpëtimi nesër në ditën e gjykimit për njeriu do të jetë pikërisht me këtë dituri. E nuk ka smundje më të madhe për njeriu në këtë botë se me pas ignorancë në lidhje me fenë e tina. Se ignoranca e ngurtson zemrën, e bën njeriu që të jetë prej shumë e lehtë për shejtanin, mirë po në kalimin e kohës qofse njeriu nuk e trajton këtë ignorancë për fenë e tina, ka mundësi me shkaktuar dhe vdekje të zemrës, mirë po alhamdulillah që Zoti na ka dhënë mundësi me mësu, e pyetja është mësimi më i mirë. Ka ndodhur një rast kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur disa sahabi kanë dhënë fetva pa dituri, ju ka thonë as sikur të kishin pyetur natë që se kanë ditur, nga se shërimi i ignorancës është njeriu me pyet. E thash ignoranca është shumë e keqe, ka pasoja dhe përfundim shumë të keq. Njeriu mendon se po përmirëson e të prish, mendon se të ndërtu e shkatërron,
thjesht sa njeriu që ka pas prejardhje të mirë, ignoranca e ka ekspozu, sa njeriu i cili ka, domethënë, autoritet, e ignoranca ja ka treguar vendin e kështu me radhë, nga se fatkeqësia e ignorantit, vëllezër të nderuar, është se ai percepton gjërat në të kundërtën e asaj që janë në realitet. Mendon se është i udhëzuar, e nuk është i tillë. Mendon se është i shpëtuar, e nuk është i tillë. Mendon se është në rahmet të Zotit, e përkundrazi Allahu Azza wa Jall e ka larguar prej rahmetit të Allahut Azza wa Jall, e shumë njerëz janë të tillë. Allahu Azza wa Jall ka thonë: "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." A dënim ju informuar me njerëzit të cilët i kanë veprat më të humbura, të shkatruara, të devijuara. Janë ata të cilët kanë vepruar, mirë po kanë vepruar keq, e ata kanë menduar se janë duke vepruar mirë. E kjo ignorancë, vëllezër të nderuar, për cilën po flasim, shumë për juve kishin me mendu se ajmë të fol për, domethënë, shekujt më herët, në kohë kur s'ka pas, domethënë, libra, nuk është shkru, nuk ka pas institucionet të arsimit të kështu me radhë, e që me thonë se jo, tash hoxh, nuk është kjo është punë kështu, se realisht njerëz nuk janë shumë ignorant tash, të tonë din me lexu, të tonë din me shkru, po edhe din me lexu, edhe din me shkru, edhe beson ndoshta i din shumë gjuhë të ndryshme, edhe janë shumë të artikulum, mirë po kur e sheh bindjet që i ka, çfarë ignoranti është në bindje dhe në perceptime, çfarë ignoranti është në lidhje me edukatën, çfarë ignoranti është në lidhje me botën që sheshe për rreth, çfarë ignoranti është për atë se ka ardhë, çka të bën këtë botë, ku ka me shku, e kështu me radhë, e kupton se me të vërtet ignoranca fatkeqësisht akoma ekziston, pavarësisht se edhe dina me shkru, edhe dina me lexu, besa nuk e flasim vetëm gjuhën e nonës, po flasim edhe gjuhë tjera, edhe besa pretendojmë se kemi arritur në shkencë e teknologji kështu me radhë, mirë po çështjet më elementare, vëllezër të nderuar, janë duke na ikur edhe mos i kuptuar. E kjo ignoranca për cilën po flasun ka, domethënë, forma të ndryshme, unë do të ceku vetëm 2-3 forma. E para është ignoranca që ka të bëjë me Allahun Azza wa Jall, që njeriu mos me ditë se kush është Zoti i tij, kush është krijuesi i tij, pse ka ardhur në këtë botë, si do të përfundon, e që gjitha këto çështje që nuk i din e bën që njeriu masandej mos me koni ndërgjetshëm për veprimet që i bën këtë botë, edhe i prek disa gjëra, i bën disa shkelje, i lën disa obligime, si ai fëmia që e ka ndonjëherë, domethënë, kabllën e rrymës, tu mendu që tu lut. Ama realisht në të është vdekja e tina, ma fatkeqësia se ai nuk është të e ditë se çka të bë. E nuk ka ignorancë dhe se ndëruar më të madhe për njeriu në këtë botë, se me jetu 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, edhe kur mos me kuptue, edhe mos me ditë se kush është krijuesi i tina, se kënd duhet me adhuru, kuna duhet me fal, e kështu me radhë. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. A dikën tjetër përveç Allahut po më urdhroni me adhuru, o ju ignorant, se në qovë se njeriu mendon se duhet me adhuru dikën tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, apo mendon se realisht kjo çështje këtë vetvetiu dhe këtë është pa arsye, edhe nuk ka arsi, a ka ignorancë më të madhe se kjo? Musa alayhis salam, pasi që Allahu Azza wa Jall i ka shpëtuar prej faraonit, e kanë kaluar prej Egjiptit tash në Kasinaja, në më thonë ka Azia mesme, realisht ka lindja mesme, realisht i kanë thonë, apo na bënë dhe ti neve dhe zota që shi kanë pas ata zotat e tyre. Kale, innekum qaumun tajhalun, ju jeni popull që nuk po dini. Unë që sa kohë jem të ju thirr, ju me besu Allahun Azza wa Jall, këtë atë sakrificë e bënëm edhe mu largu prej faraonit, edhe menzi shpëtuam me jetë prej faraonit për çështje që me adhuru vetëm Allahun Azza wa Jall, edhe me njoh vetëm atë, ju apet po dëni mu kthye, edhe me thonë që bën edhe neve zota tjerë, dëmon që shkan posë ata zota, me të vërtet, ju jeni popull ignorant që nuk po dini. E po thëm, kjo ignorancë nuk ka qenë veç kohën e Musës,
nuk ka qenë veç kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka qenë veç kohën e Ibrahimit alayhi salam, po fatkeqësisht kjo ignorancë po na gjendet edhe në kohën bashkëkohore, kur njerëzit nuk e dinë se kush është Zoti i tyre, nuk e dinë se kush i ka krijuar, nuk e dinë madhrinë e Allahut azza wa jall, nuk e dinë se pse jemi krijuar dhe ku po shkojmë dhe me çka kena mu ballafaquar, e mas andaj këtë gjëra tjera po na u bëhen më të lehta. E formë tjetër e shprehjes së ignorancës së njeriu është kur njeriu shfrenohet pas epsheve shtazarake në emër të lirisë, edhe nuk njeh kufi, edhe nuk e din se çka po bën, edhe thjesht e shet nderin e tina, e shet pastërtinë e tina, e shet qiltërsinë e tina, edhe thjesht nëse që kjo bëhet në emër të lirisë, edhe në emër të vullnetit lirë, edhe thjesht në emër të emancipimit, a ka ignorancë dhe degadencë më të madhe se kjo punë. Illa tasrif anni kejdehunne asbu i lejhinne wa akum min al jahilin. Jusufit a.s. kur e jashën ato gratë që me detyru me boj moralitet, po kërkon mbrojtje të Allahu azza wa jalla, po thot o Zot, që s'mi largon kurthat e tyre, unë tutna që ku me rshit, edhe ku mu boj ignorant. Ka thonë e kum min al jahilin, ku mu boj ignorant, se nuk ka ignorancë më të madhe se njeriu do më thonë mos me ditë me rujt nderën e vetë, mos me rujt nderën e familjes së vetë, runa Zot me në përkëmbër nderën e dikuj tjetër, a ka ignorancë, këtë doshta edhe është në nivel kafshëve, se dhe kafshët nuk e tolerojnë një gjatë tillë. E kjo punë është bë shumë normale në kohën tonë bashkëkohore, edhe thjesht tash nuk na ushitet se është ignorancë, po na u tregohet se është emancipim, se është përparim, se është zhvillim me kështu më radhë, ama kjo është domethënë kulmi i ignorancës. Kështu ty ka thonë edhe lutje. Innakum ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun tajhalun. Lutje populli, lutjet ka qenë i njoftër për domethënë martesën me xhinin e njëjtë. Ai ka treguar se jeni të bokit pislëk, që po e bëni që se ka bë kërkush para juve, domethënë njerëz historit njerëzimit, ama ju jeni njerëz ignorant, ju njerëz paditur. E kjo padituri thash prap po na ballazhohet tash me liri edhe domethënë me drejtat njeriu e kështu me radhë. E formë tjetër vëllezër të nderuar e ignorancës është që njeriu realisht domethënë nuk e kupton çështjen e kësaj dunjaje, thjesht e madhron atë që Allahu azza wa jall e ka nënçmuar. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të kishte pas dunjaja vlerë te Allahu azza wa jall, pa besimtarit nuk ja kishte dhënë asnjë glënk ujë. Po s'ka vlerë. E për tërë s'ka vlerë, ja ka thonë edhe besimtarit dhe jo besimtarit. E për duhet njeriu që thjesht me iman gjërat me këtë kanar, atë që Zoti e ka vlerësu, këtë rast imanin, diturin, ahiretin, ato mi madhrua dhe mi vlerësu. Ato që Allahu azza wa jall ka dhënë vlerë, dunjas, çështja e kësaj dunjas, pasurisë, dhe më thonë autoritet dhe kështu më radhë, realisht duhet m'ia dhënë pozitën e merituar, e jo me ndru gjërat vëzëndëruar dhe m'ia ndru venet. Vetëm shikoj çështjen e njeriu mu lavdru për atë se kush është dhe çfarë prejardhje ka, apo domethënë çfarë vlerash ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se 4 gjëra janë në mesin e juaj nga ignoranca që nuk pileni, edhe nuk i leni. Të parën e ka cek që njeriu mu mbur me vlerat që i ka, dytën e ka cek me i nënshmu njerëz për prejardhjen që e kanë, e treta e ka cekur që njerëzit domethënë thjesht shijon mos mi atribu vullnetet dhe dëshirës së Allahut azza wa jall, mirë po Zoti për domethënë ndonjë re apo ndonjë yll e sjellë shijon, edhe e katërta ka thonë vajtimi që bëhet për raste të vdekjes. Këto janë ignorancë, e fatkeqësisht kjo ignorancë akoma po gjendet mesin ton. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se men batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, atësën e lën mrapa puna e tina, nuk ko me qitë për para prejardhja edhe vlerat tjera tina. E lusim Allahun azza wa jall që të na ruan neve prej ignorancës edhe çdo lloj ignorancës, mirë po ne ruan Zoti edhe prej ignorantëve e sa ignorantja në këtë kohë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi ala ihsani, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Dhe zërë të ndëruar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka informuar se sa të shkon koha i afrohem kiametit, realisht ngritet dituria edhe përhapet ignoranca, edhe ka informuar se pej shajat të kiametit pikërisht është kjo çështje, që thjesht mu largu dituria edhe mu përhap ignoranca. E kam fjalën për diturin, asaj ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diturinë e Kuranit, të cilën e ka zbritur me dituri, kur në ka thonë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin atë të cilët të ka krijuar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka informuar se Allahu azza wa jall këtë dituri që gjendet të njerëzit prej Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e ngret atë duke marrë prej gjoksave të tyre. Nuk është që njeriu ku me ra me fjet i ditur e mu zgju nesër në mëngjes i një rand mos me ditë asgjë. Mirë po diturin e ngrit duke ja marrë shpirtin dietarëve, duke vdekur dietarët e duke mos pasur referenca, e mas andaj njerëzit mungesë të tyre me marrë njerëz ignorant për referenca, me i pyet ata e ata me dhon përgjigje pa dije, edhe me i deviju tjerët, edhe me deviju veten e tyre. Për atë ka nga Abu Darda radiallahu ta'ala ka thonë mësone diturin se a përsheni që djetarët po vdesin e ju s'po mësoni. Djetarët po vdesin e ju s'po mësoni. Kjo dituri për cilën jem duke folur në i ka njerëz kompetent për këtë punë. Ata në djetarët, ata janë të cëtë janë të shikimtarë pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ku pas kohë po vdesin nga një. Në rastin e fundit e kemi pasur vdekjen e ish muftiu tash të Arabisë Saudite, i cili ka qenë pej djetarëve eminent të kohës bashkëkohore, jo vetëm për nga dija, jo vetëm për nga përgatitja profesionale, mirë po një prej autoriteteve i cili ka bashkuar mes dijes edhe devotshmërisë, mes dijes dhe asketizmit, mes dijes edhe edukatës, saqë thuhet s'kan kaluar 3 ditë nga jeta e tina pa bani hatme. S'po flasim për njerëz bashkëkohor, 3 ditë nuk e kaluar pa bani hatme. Njëri i cili ka pas zemrën e pastër për njerëz tjerë, saqë thojnë ka bë haxh shumë shpesh, mirë po ndonjëherë ka bë haxh bedel për ndonjë dietar që e ka ditur që s'ka mujt me bë haxh, apo ndonjë dietar që ka përfituar prej dijes së tina. Vdekja e tyre është një mungesë e cila vështirë është mu zaventsu. Mirë po lutëm Allahun azza xhel për rahmetet e tina që na çojë njerëz të cilët i zaventsojmë me dinitet këta persona. Për fund, ju të gjithë pedeni tash që të diellën është ditë zgjedhjeve në Kosovë, edhe Bashkia Islame se institucion nuk merr pjesë të gara, alhamdulillah, edhe nuk e mon domethënë krahun askujt. Mirë po realisht është me qytetarin. E prej qytetarit kërkon vetëdijsim, ndërgjegje, tolerancë, respekt, se realisht edhe kjo shkon, mirë po thjesht ne mbesim ata që mbesim, me konë njerëz vëllezër, domethënë që e dojmë njëri tjetrin, respektojmë njëri tjetrin, pavarësisht domethënë çfarë bindjeve, çfarë orientimeve kemi, gjithë jem ne domethënë në brum, jem gjithë shqiptarë, alhamdulillah shumica dërmuese musliman, kështu që faktikisht edhe kjo punë ka lënë, mirë po kërkohet domethënë mirëkuptim, qetësi edhe tolerancë. Elusim Allahun azza wa jall që Zoti t'i jap ti populli udhëhec që ja kanë frikën Allahut azza wa jall, që punojnë për popullin që realisht e kanë në ndërdijen e tyre besimin në Allahun dhe ditën e gjykimit dhe e dinë se pavarësisht se çka ndodh në ditë këtë kemë me dalë për Allahut azza wa jall, edhe kemë me dhon llogari për çdo fjalë edhe për çdo vepër që kemë bë. Elusim Allahun azza wa jall që të na përmirëson neve, përmirëson familjet tona, përmirëson shoqërinë tonë. Elusim Allahun azza wa jall që të na fal neve, na i fal prindërit tanë, të fal këtë muslimanë në përgjithësi. Elusim Allahun azza wa jall që të ndihmon muslimanëve kudo që janë në vështirësi, t'ia ulëson xhenet atyre. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.